Alba ulet pran Edit në obor, duke tundur kokën e nervozuar, sikur po i zin gjaku nga ajo që ka parë gjatë ditës. Ajo merr një frym të thellë dhe nis të flas pa hezitim, me zërin e saj karakteristik që e dëgjojnë edhe disa banor aty pranë. Edi, unë s'po e besoj më këtë shtëpi, thot ajo, duke ngritur duart lart nga inati. Banorët nuk pastrojnë as banjon, as lavamanin, as gjë. Sikur s'jetojnë këtu, sikur janë në një stacion treni dhe presin të ikin pas 5 minutash. Edi qesh lehtë, por e kupton që Alba është realisht e acaruar. Po ç'kan bërë tani? E pyet ai duke e parë drejtë në sy, çfarë nuk e kam bërë duhet të pyesësh. Vazhdon Alba. Hyn në banjo dhe mendon se po futesh në xhungël. Askush nuk merr fshirsen, askush nuk hedh ujë, askush nuk e pastron pas vetes. Sikur s'kan higjien fare. Dhe e dini çfarë është më keq? Nuk kanë as turp. Ajo e ngrit zërin paksa, sa disa të tjerë fillojnë të kthejnë kokën. Unë nuk e di si rrinë në një shtëpi me kaq shumë njerëz dhe s'kan as minimumin e kujdesit. Këtu jemi të gjithë bashkë, duhet të mbajmë rregull, jo të presim që dikush të pastrojë gjithçka pas nesh. Edi tund kokën, duke e parë teksa ajo vazhdon të flas me entuziazëm të plot. Aba, i thot ai, po ti po flet sikur po flet për fëmijë të vegjël. Po, sepse ashtu sillen. Ja kthen ajo me njëherë. Fëmijë të rritur, pa asnjë përgjegjësi. Dhe pastaj habiten kur shtëpia bëhet rëmuj dhe era ngecet korridoreve. Pse? Sepse askush se ul kokën një minutë të pastrojë. Ajo lëshon një pëshërtim të gjatë, sikur të ketë mbajtur gjithë këtë inat brenda vetes për ditë të tëra. Unë po ta them ty, Edi, se ti të paktën dëgjon. Po këta të tjerët. Ose nuk duan, ose bëjnë sikur s'shohin. Po shtëpia s'është hotel, është vend ku jetojmë. Duhet mbajtur pastër. Edi qesh lehtë, por i sheh sytë e saj të mbushur me seriozitet. Mirë, mirë, i thot. Të paktën ti i bie me të drejtë. Dhe do t'u bi prap, shton Alba. Se dikujt duhet t'i hyjë në vesh kjo punë.